Këtë të hënë kanë nisur zyrtarisht aplikimet për skemën e re kombëtare të mbështetjes në bujqësi. Pikërisht në këtë ditë, kryetari i Bashkisë Mat Altin Bojni thirrri në një takim përfaqësuesit e ekstensionit bujqësor në Mat, administratorët e njësive administrative, kryetarët e fshatrave dhe fermer. Bojni kërkoi angazhimin maksimal të gjitha strukturave në informimin e fermerëve mbi skemën e re mbështetëse dhe asistencë ndaj atyre për plotësimin e aplikimeve. Në çdo njësi administrative apo në çdo fshat, aty ku kemi bujk, aty ku kena fermer, që përfitimet të jenë sa më mëdha për sa i përket Bashkisë Mat. Në fjalën e tij, specialisti i bujqësisë pranë zyrës së ekstensionit bujqësor në Mat dhe Bistana bëri të ditur të gjitha masat që fermerët mund të aplikojnë për të përfituar grante nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Masat konsistojnë në disa pika, për gjithë, deri në 12.000 lekë të reja për krerë të matrikuluara. Në këtë numër, që të saksionojmë gjërat, në këtë numër futet edhe mëshqirat që janë mbi 10 muajsh, por gjithsesi të gjitha të matrikuluara. Dele ose dhi, 1.500 lekë të reja për krerë, duke filluar nga 50 krerë e sipër deri në 300 krerë ku subvencioni është 100%, mbi 300 krerë ulet në 50%. Bletari. Në ndryshim me vite tjera edhe këtu, numri i krerëve për zgjoj është ulur nga 50 që ka qenë vjet, si vjet është ulur në 25 dhe është rritur masa e subvencionit është 2.000 lekë të reja për çdo koshere. Është futur edhe për dosat këtë vit, që është 5 krerë sipër 7.000 lekë të reja. Kemi kontrollin biologjik, kemi fermat organike, kemi certifikimin GLAP, kemi edhe mbjelljen për subvencionin e naftës, që nga vitet e tjera ka qenë 10 dëlym ose 1 hektar sipërfaqe, si vjet është shuar në 3 hektar. Pra të gjithë fermerët që do aplikojnë për skemën mbështetëse për karburant duhet të kenë 3 hektar. Në skemën e 2026-s bëhet fjalë për fermerët e rinj. Fermerët e rinj, të gjithë fermerët që janë nën moshën 40 vjeç, përfitojnë, domethënë si kriter moshe, përfitojnë për të futur në këtë skemë. Por ka disa kriteri. Kemi për riparimin e staneve. Stanet bëhet fjalë për stane në kur fermeri shtekton me bakti. 3 kilometra larg qëndrimit aktual. Të jemi të qartë, sot më shumë është në shenjën e sensibilizimit që fermerët nëpërmjet jush, kryetarëve të njësive dhe kryetarët të fshatrave të njoftohen që është hap skema kombëtare për aplikimet dhe udhëzimet më të detajuara do të gjen pranë zyrave të bujqësisë dhe agropikës që janë në çdo bashki. Të gjithë ata që duan të aplikojnë në skemën kombëtare të këtij viti kanë mundësi një muaj të bëjnë aplikimin, ndërsa mund të marrin asistencën e nevojshme pranë zyrave të ekstensionit bujqësor.